Nën presidenti i Bosnjë e Hercegovinës Igor Stojanović ka dorëzuar një padi penale në zyrën e prokurorit të Bosnjë e Hercegovinës kundër presidentit të Republikës Srpske Milorad Dodik, duke akuzuar atë për nxitje të urrëties kombëtare, racore dhe fetare. Stojanović ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook se deklarata publike të Dodik kanë fyer dinjitetin e bosnjakëve duke cënuar të drejtat fetare dhe kulturore të tyre, si dhe liritë themelore të garantuara me kushtetutën dhe të drejtën ndërkombëtare. Dodik kishte deklaruar disa ditë më parë se zgjidhja për Bosnjë e Hercegovinën është që bosnjakët të kthehen në fenë e paraardhësve të tyre, në mënyrë që vendi të jetë me shumicë serbe. Ai gjithashtu i ka quajtur bosnjakët të konvertuar, duke mohuar identitetin e tyre. Kujtojmë se Dodik është subjekti i një fletë arresti të lëshuar nga gjykata dhe zyra e prokurorit në Sarajevo, nga se ka refuzuar të paraqitet për intervistim në një rast tjetër ku dyshohet për sulm ndaj rendit kushtetues. Ne me ka shpërmbyllim të nderuar teleshikues, bashkë jemi sërish nesër me tërë zhvillime.